Jam Diana dhe mirë se erdhët në leximin e juaj të radhës të dashur peshorë. Si që dini, këtu janë letra të rrëfejnë dhe në leximin e juaj të dashur shikoj kemi 5 të shkopive, kalorësi i shpatës, 7 të shkopive dhe të dashuruarit. Dhe të marrim një letër oracle, si ka marrë për gjitha shenjat tjera, dhe të lëm këtu, do flasim për të në fund të leximit, apo do të marrim si e rezultatë. Më e keq dashur peshor, po fillojmë javën me tension dhe përplasje mendimesh. Kërkoj ndjes. Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht me dikë, por dhe me veten e juaj. 5 të shkopive tregon konkurrencë, debate ose njerëz që secili tërheq nga ana e vet. Nuk është kaos i madh, absolutisht, por është lodhës dhe kërkon pozicionim ku është, çfarë të bëj, dhe kjo është e përplasja mendimeve, si të reagoj, çfarë të them, si të duhet, gjitha këto. Dhe ku duhet të veprim konkret, kalorësi i shpatës që është ky këtu të dashur dhe 7 të shkopive tregojnë, më së të flasim për tregojnë se duhet të flasësh dhe të mbrosh veten njëkohësisht. Thuaj mendimin pa u rrotulluar në veten dhe në gjërat që si të them dhe si të shpreh, mos u tërhiq vetëm për të ruajtur paqen, mbaj qëndrim edhe nëse të kundërshtrojnë. Tani në kuptimin e asaj që kjo është e shkok këtu duke u mbrojtur dhe këtu duke qenë të qartë. Unë e thash se ishte pak a shumë, nuk e mbaj mend cilën shenjë, për shembull dua ta ul, nuk do të thot, nuk është shprehje e dur, ndoshta po që jam duke debatuar me dikë. Thjesht si shembull po e marr, çfarë do lloj e shikoj këtu një lloj vërtet konkurrence, për ta vënë në vend dikë tjetër, nuk kemi nevojë as të bërtasim, as të qiremi, as të ofendojmë, apo mund shumë bukur me një zë të ulët, të qartë, të vendosur, duke rezistuar, dy duar mbi kot nuk e thon, dhe t'ia tregoni personit vendit ku e ka. Do thot, as pa e mërzitur veten, as pa e ulur dikë tjetër, dhe as pa bër as edhe një veprim që është jashtë njerëzores, mund se bëhet kafshërore pastaj. Kjo javë në fakt po teston apo zgjedh të jesh i drejt me veten apo të jesh i pëlqyeshëm për të tjerët. Tani, për t'ju pëlqyer, unë nuk do të them asnjëherë kurrë asnjë gjë të keqe, për shembull po e marr me ju, si shembull, asnjë gjë të keqe, çdo gjë është në rregull, jeni perfektë, jeni shenja më e mirë, por kjo është një pëlqyeshmëri që është fake, është falso, nuk është vërtet, të gjithë kemi të këqijat tona, të gjithë kemi. Edhe kjo është ajo çfarë duhet të bëni diferencën. Pra, dhe zgjedhja juaj që është të dashuruarit, thotë çfarë s'duhet të bëni. Mos u fut në debate pa qëllim. Mos lufto për të fituar të gjithë, po për të argumentuar dhe për të bindur të tjerë që është ajo ashtu siç po e thoni, siç po e mendoni. Mos e sakrifiko zgjedhjen tënde për të shmangur konfliktin, sepse siç thash të dashuruarit tregon se një zgjedhje e rëndësishme duhet të bërë. Nuk mund t'i kënaqësh të gjithë dhe absolutisht nuk e pse. Shpeshherë kur themi për hir të diçkaje, po ndonjëherë, por që këtu nuk kemi për të kënaqur të tjerët. Këtu jemi për të kënaqur veten. Këtu jemi për të jetuar vetë. Absolutisht rrugës do rrugëzojmë të tjerët, do jemi të kujdesshëm, do jemi të mirë, por që primare jemi ne. Dhe nëse bëni në këtë mënyrë që jeni të qartë, pa zë të lartë, pa ulur asnjë, të gjeni vendin, çfarë do lloj rivaliteti, çfarë do lloj konkurrence, çfarë do lloj debati që mund të vi këtë javë për ju, ju do jeni mirë të pozicionuar, të qetë dhe të bëni zgjedhjen e dur. Do të thotë pa debate,
pa jo në debate pa qëllim, jo për të fituar patjetër, por për të ju dhënë të kuptojnë që ajo që thua është e drejta. Dhe pritshmëri pozitive, thot letra. Pra, mos hyrë në këtë javë me frikë se do të prishet në ndonjë balancë, mund të mbasësh apo mund të mendojnë diçka për ty. Kur e di çfarë do dhe pse e do, të dashur peshor, rezultati gjithmonë do anoj në favorin tënd. Nga që i di arsyet pse e këtu, i di arsyet pse e ke bërë kështu dhe i di arsyet pse ke vendosur ashtu. Të dashur peshor, kush mundohet t'i maj gjithë mirë, humbet vetë. Kush është mik me të gjithë, nuk është mik me asnjë. Ka që thjesht.